Lidhur me borxhet e televizionit publik. Tani, e vërteta historike është që ne kemi tentuar që të krijojmë kushtet që televizioni publik të reformohet. Dhe kemi dështuar me suksesin më të plot. Nuk e di çfarë do të bëj drejtuesja e re, po deri tani bilanci i televizionit publik është dështim i suksesshëm, që do thot nga borxhi në borxh dhe nga mospërfillja e publikut në mospërfillje. Ne nuk e kemi një televizion publik sot në Shqipëri, kjo është e vërteta. Kemi një kanal atje, po unë personalisht hera e fundit kur e kam parë televizionin publik shqiptar dhe ju siguroj për këtë, është në vitin 1990 para përmbysjes, kur ishin ato protestat që ata si thoshin dhe thoshin oliganët dolën këtu, oliganët dolën atje, që atëhere unë televizion publik më nuk kam parë. Kam vajtur i ftuar, po ju siguroj se as veten nuk kam parë. Dhe janë të vetme intervista, basile o nuk marrë si mesazh. Sepse kam shkuar në një përshpirtje atje, që quhet përshpirtje publike. Po, më kanë parë, i kanë parë ata në sallë, edhe jashtë studios nuk më ka parë një. Prandaj duhet ndarë mendja. Drejtuesit e televizionit publik të gjithë e din, ata që kanë qenë atje kur ne kemi qenë në opozitë, ata që janë, nga unë nuk kanë marrë kurrë asnjë mesazh. Asnjë mesazh. Se unë nuk e shoh. Dhe kur ndonjëri nga ju më çon thotë si çfarë bën televizioni publik, unë habitem si e ndjek. Por ama të gjithë i kam takuar mbasi janë zgjedhur. Dhe ju kam thënë vetëm një gjë, mbylleni. Mbylleni. Të njëjtën gjë kanë të gjithë. Nxirrni në ekran, televizioni publik shqiptar i kërkon ndjes popullit shqiptar. I kërkon ndjes të gjitha familjeve në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj. I kërkon ndjes dhe për të gjitha ata që nuk jetojnë më. Dhe që kanë qenë të detyruar, si që jeni dhe ju, të marrin shërbimin më mizerabël publik në glob. Ju premtojmë se do reflektojmë dhe do rikthehemi në ekran kur t'jemi gati. Dhe të bëjnë reformë. Të bëjnë reformë. Si ka mundësi që televizionet e tjera me shumë më pak buxhet bëjnë shumë më tepër sukses? Pse? Sepse buxhetin e tyre nuk e kanë të garantuar. Nuk e kanë garantuar. Duhet ta krijojnë që televizioni publik e ka të garantuar jemi borxh, po pastaj se jeni borxh ç'a doni? Ç'a doni? Ja duan të drejtën e Federatës Shqiptare të Futbollit për të transmetuar ndeshjet e kombëtare, sepse kombëtarja duhet dalin në televizionin publik, që nuk e kemi. Por lekët nuk i paguajnë. Pse? Se ne jemi publiku. Doni lekët tona, shkoni te qeveria. Duke qenë se ata gjuetis gjetën rrugën që të nxjerrin prapë çiftet, shkoni dhe ju mos kapni në një ashtu se aty të ndojnë të gjërat. Nuk kemi për t'i dhënë televizionin publik asnjë lek nga taksat e shqiptarëve, deri kur televizioni publik t'i meritoj taksat e shqiptarëve. Unë